Në kuadër të projektit fuqizimi i grave sipërmarrëse për të aplikuar në mënyrë të suksesshme në prokurimet në nivel lokal, financuar nga qeveria kanadeze, u organizua një trajnim me gra sipërmarrëse. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të rrisë njohuri dhe aftësitë e grave rreth përdorimit të sistemit elektronik të prokurimeve publike. Ky trajnim është një përpjekje për të dhënë njohuri se si ta përdorin sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe si të regjistrojnë bizneset e tyre, si të përgatisin një ofertë konkurruese dhe si të identifikojnë më mirë shërbimet për të cilat kanë nevojë qyteti ku ato operojnë ose zona ku ato operojnë. Nga një fokus grup që kemi bërë vitin e kaluar, doli që pjesëmarrja e grave në kontratat publike nuk lidhet aq me aftësinë e tyre për të qenë pjesëmarrëse, sesa me mungesën e informacionit, me mungesën e ekspertizës dhe me mungesën e regjistrimit të tyre ose formalizimit, sepse gratë që janë sipërmarrëse operojnë në fushën e bizneseve të vogla dhe ndonjëherë i tremb kjo pjesa për të formalizuar sepse kanë frikë se kanë taksa. Niveli aktual i përfshirjes së grave në prokurime publike është më i ulët se sa pesha reale e bizneseve të drejtuara nga gratë. Bashkia Shkodër renditët e treta për vlerë kontratash të lidhura me subjekte e gra pas Tiranës dhe Korçës. Në fakt është shumë interesante takimet të tilla. Unë drejtoj një biznes ku 70% e stafit janë gra. Edhe normalisht kisha dashur që me marr pjesë sa më shumë në takime të tilla ku flitet për rolin e grave dhe kisha dashur që sa më shumë ato të ngjijohet zani tyne, sa më shumë ata të përfillen, të përkrahen dhe të shtyhen përpara. Mendoj që çdo vit më shumë gratë janë të përfshin biznes, të drejtu biznese edhe shumë të suksesshme. Në këtë trajnim u përfshin rreth 20 gra sipërmarrëse të qarkut Shkodër, duke kombinuar njohuri teorike me ato praktike në përdorimin e sistemit të prokurimeve publike.